Pas apelit për ndihmë për bashkëshortët Zef Eliza Manushi kanë mbërritur ndihma të mjaftueshme në ushqime dhe veshëmbathje. Në barakën në të shembur të fatkeqëve që jetojnë mes sëmundjes, varfërisë dhe rrezikut që ju ka nus shëmbja e ngrehinës prej dërrase, tashmë kanë mbërritur dhe disa nga materialet më të domosdoshme për ndërtimin e një tjetër strehe që do të ishte më e sigurt për dy të moshuarit. I sëmur dhe pa një mundësi shërimi, Zefi nuk e fshelum të rinë për ndihmën që po i ofrohen, ashtu siç nuk fshe frikën se sëmundja nuk do ja lejoj që të shikoj shtëpinë e re. Faleminderit shumë, domethënë për gazetarëve për popullsisë që më kanë ndihmu, domethënë filluan më pron blloshe, filluan më pron ashtu, po faleminderit shumë për tyne, po unë jam prap i vram shpet nesh se nuk e shoh vidin tim man. E faleminderit shumë për të tanëve, kush na ka dhënë ndihmë për këtë punë, për shtëpi për të tana. Gjithsesi aksioni ynë për të ndihmuar familjen Manushi nuk përfundon këtu. Ne presim akoma nga bamirësit që të ndihmojnë këtë familje, pasi deri tani kemi arritur të sigurojmë ushqime, veshëmbathje, bloqet për ndërtimin e banesës, rërën, por edhe cimentën, ndërkohë që akoma nuk kemi të siguruar dyer, dritare, por edhe element të tjerë për ngrehinën, çatinë e kësaj banese, të cilën shpresojmë ta përfundojmë përpara se të vinë Krishtlindjet dhe Viti i Ri. Inshallah, po bëhna shtëpi me himan.